Mbesim tek temat aktuale dhe një prej tyre që nga dje është ajo që ka të bëj me kompaninë Meka Halal Food që njihet për reklamimin e produkteve të saj si halal dhe me cilësitë e lartë, e cila është përballur me një rast që ka vënë në dyshim sigurinë ushqimore të produkteve të saj. Agjencia e ushqimit ka konstatuar se në depon e kompanisë Meka Food janë gjetur 20.740 kg mish pule të infektuar me bakterien Salmonella, i cili paraqet rrezik për shëndetin e konsumatorëve. Ne kemi në lidhje të drejtë për të kuptuar dhe për të dëgjuar versionin e pronarit, zotriun Burim Piraj. Zotri Piraj, nëse po na dëgjon, ju përshëndesim nga studio. Po ju dëgjoj, po duhet t'ju korrigjoj. Një moment të lutem, unë po lexoj atë që është raportuar në media. Prandaj ne ju kemi sot këtu për të marrur versionin tuaj. Dhe na tregoni se çfarë ka ndodhur. Duhet të thoni, Veriu Info ka thonë kështu. Realiteti domethënë është për një rast vitit 2024, para një viti, kur ne kemi bërë import të rregullt të lëndës së parë. Është fjala për një pretendim Veriu Info për të na njollosur neve, për të njollosur mua si individ, kompaninë time, po kur një kompani serioze pretendohet të jetë jo serioze, atëherë ta njollosë edhe të gjithë prodhimin vendor. Pra, ju i konsideroni thjesht pretendimet e një media të caktuar për për kompaninë tuaj. Atëherë, a mund na tregoni pak në detaje për rastin, pra, si ka ndodhur, kur ka ndodhur saktësisht, për çfarë bëhet fjalë. Prandaj ju kemi në këtë lidhje për ta dëgjuar me shumë kujdes versionin tuaj. Nuk di a keni marrë përgjigjen e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës. Por korrektësi nëse... Po, do ta lexojmë pas pak. A keni marrë... Po, kemi marrë një përgjigje, nëse dëshironi zotri Piraj, mund ta lexojmë tash edhe e diskutojmë bashkë. Ju lutem, Po. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në rastin e ngarkesës së mishit MDM, pule i ngrirë, lëndë e parë për përpunim të importuar nga shteti i Rumanisë nga kompania Meka, kanë ndjekur të gjitha procedurat ligjore në kontroll, mostrim dhe vendosje për kthim të mallit. Në të gjitha hapat janë respektuar procedurat, duke garantuar të gjitha të drejtat ligjore për kompaninë dhe të njëjtën kohë duke mbajtur në mbikëqyrje dhe në masën kufizuese për të dalë në treg. Ngarkesa është lajmëruar në pikën kufitare. Hani Lezit me datë 10/06/2024 ka qenë shoqëruar me dokumentacion të rregullt. Përveç kontrollit inspektues, është marrë mostra për analiza laboratorike. Me datë 19/06/2024, Laboratori Ushqimit dhe Veterinarisë ka lëshuar rezultatin me gjetje të bakterjes Salmonella SPP. Me datë 21/06/2024, inspektori veterinar i AUV-it, zyra regionale Prizren me proces verbal, ka lëshuar urdhëresën për operatorin ekonomik se ngarkesa nuk lejohet të përpunohet apo të nxjerrët në treg për konsum. Në të njëjtën kohë është dhënë drejta sipas procedurës për të kthyer mallin në vendin e origjinës ose për të paraqitur kërkesën për asgjësim. Pastaj ka pasur vendim për masat e vendosura për ngarkesën me datë 05/08/2024. Pra kjo ka qenë përgjigja. Po, të vazhdojmë, ka edhe një pjesë apo mjafton për ju, të paktën për ta sqaruar situatën, zotri Piraj? Jo, ju lutem, vazhdoni, lexoni krejt. Po e vazhdoj edhe pjesën tjetër. Kompania ka paraqitur kërkesën për kthim të mallit në vendin e origjinës, e cila është realizuar duke respektuar protokollet për kthim. Është plotësuar dokumentacionin nga ana inspektorëve kompetent dhe ngarkesa me datë 13/08/2024 ka lëshuar territorin e Republikës së Kosovës në orën 13:18 në pikën kufitare Hani i Elezit. Gjatë krejt harkut kohor të përmbushjes së të gjitha obligimeve ligjore të autoriteteve, ngarkesa ka qenë e bllokuar për qarkullim dhe në monitorim të trupave inspektues. Gjithmonë kur bëhet fjalë për produkte që kërkon regjim frigoferik të ruajtjes, bllokimi i mallit bëhet me depo ftose të operatorit, i cili është përgjegjës për ruajtje të mallit deri në vendimin e plotfuqishëm për fatin e produktit. Pra, zotri Piraj, këtu si që theksuam edhe ne, ngarkesa është lajmëruar në pikën kufitare Hani Elezit me datë 10/06/2024. Kush e ka lajmëruar? Importi rregullt. Kjo janë procedurat rregullta, ju lutem. Unë fjalë për fjalë, domethënë Agjencia Ushqimit dhe Veterinës se ka cek fjalë për fjalë atë zinxhirin e vërtet sigurt që ka qenë në procedurë të rregullt. Mund të ndodhin edhe specat dalin me kimikate, mund të ndodhin
limonat, portokajt, flet frutët, por nuk është përgjegjësi e importuesit. Nuk është përgjegjësi e imja. Pse është vendosur depon time, po shënon aty se vendoset në depon e operatorit derisa të vinë analizat. E pretendimat kinse, domethënë ka ardhur puna se është gjetë në depon time, ashtu abrakadabra një produkt me salmonell nuk qëndrojnë. Kjo është vetëm ideja, zotri Pira, është që ato janë dalur me njëherë në kufi, është bërë kontrolli, është kuptuar që ka salmonell dhe... Rëndësishmë është që nuk është shpërndar. Kërkesa juaj ka qenë sipas AU-vit që të kthehet malli në vendin e origjinës. Normal, unë prej ditës djeshme kam thënë se çdo hap malli ka qenë nën kontroll të Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës dhe në asnjë moment nuk ka pas rrezikim të shëndetit publik ose këtë përdorim nga kompania Meka. Ajo është një procedurë e normale që i ndos çdo kujt. Kudo në botë është e njëjta procedurë në diçka kudo në botë. E kjo pretendimet se ne domethënë kemi bën mashtrime, ku ta di unë me hallalin, ku ta di unë se ato pretendimet, ato ka qenë për të na njollosur. Për ta sqaruar me qenë se natyrisht është shumë temë e ndihshme. E rëndësishme është që malli nuk është shpërndar. Asnjë pik mall, të njëjtat kilogram, të cilët janë vendosur në monitorim, depo janë marrë prej depos me të njëjtën kilogram, të njëjti mall, i njëjti absolut i pa prekur është thyer prapë. Kaq. Atëherë, ju pretendimet tuaja për këtë rast janë që kanë qëllime të caktuara që mbase ndërlidhen me emrin tuaj, mendoni? Po, lidhen me emrin tim, me emrin e produsit vendor, produsve vendor, to mund të jenë të implikuar agjencitë e huaja, të cilat dojnë ta njollosin prodhimin vendor, ta bëjnë ato të dyshim për konsumatorin, që të gjithë produsit vendor të vjen dyshim, se kur është një kompani serioze si Meka, kur pretendohet se është jo serioze atër ku janë të tjera. Edhe kjo është gjë rrezikshme dhe duhet... Pse mendoni që jeni në cakt të kësaj? Duhet AKI-ja, duhet organet e sigurisë të mirën me këtë rast ta shohin se ku ka burimin e nxitjes për të bërë një propagandë të tillë, se kjo nuk është hajgare. Kjo është nxitje shumë e rëndë për gjithë produsit vendor, jo vetëm për mua. Zotri Piraj, duhet sqarojmë edhe diçka tjetër. I thatë më herët e cituam edhe portalin veriu.info, i cili e ka shpërndarë i pari dokumentit. Në dokument shihet se është edhe vula e AU-vit. Edhe në vendim thuhet se, domethënë në vendimin e AU-vit që e ka siguruar portali, është dhënë urdhër kompanisë Meka për kthimin në vendin e origjinës. Do thotë që AU-vi juve ju kanë detyruar që ta ktheni mallin. Tutje thuhet se inspektimi është bërë në depot e kompanisë Meka. Në fakt edhe këto në dokumentin cilin e kemi ne... Ju po e lexoni vendimin e mallit për kthim. Nuk po e lexoni atë procedurën e hyrjes. Ju po lexoni dokumentin e fundit. Kjo është dokumenti i fundit të Italisë. Jo, tek arsyetimi, zotri Pira, unë po ju kuptoj, ne lexuam edhe përgjigjen që na kanë dhënë AU-vi sot, për në vendimin që shihet në vitin 2024, shkruan arsyetim nga AU-vi, është edhe vula këtu, nuk e di nëse mund të jetë diçka falso, thuhet se malli është inspektuar në depon e subjektit afaris në Meka SHPK dhe me këtë rast është përpiluar proces verbal. Ndërkohë që tani AU-vi thotë se është ndalur tek pika kufjetare Hani Elezit. Pra kjo edhe krijon huti. Po kuptoni, ata kanë ardhur po e kanë bërë inspektimin final. Me pa mos ndoshta unë ku marr për aty mallit ku marrxue. Edhe është bërë inspektimin në depo, ky inspektim, që po cekët aty është bërë në depon ton, për me konstatuar gjendjen reale se a është malli i tërë aty. Edhe është konstatuar se është i tërë aty edhe pastaj ka shtuar prapë. Po, është e qartë. Ka qenë pas inspektimit, është vendosur te depo juaj derisa është bërë kërkesa që të kthehet malli. E qartë, e kuptojmë tani. Pastaj te ky inspektimi që po shkruan këtu, është bërë domethënë para daljes prej Kosovës. Kanë ardhur me pas ajo në gjitha kutitë, në gjithë kilogram, a është gjendja aktuale ashtu siç ka qenë, a mos ka pas ndonjë ndryshim. E qartë, zotri Piraj. Edhe mos ka pas qenë malli, atëherë nuk kishte procedurën këtë mënyrë. Po, keni ndonjë dyshim pse është bërë kjo? Jo, nuk kam dyshim, unë ata djem nuk e njoh, nuk e di kush është veriu.info, sinqerisht nuk e di, nuk e njoh këto portalet. Mirë, po duhet AKI-ja dhe organet e sigurisë të mirën me këto gjendje, me këto çështje se të shihet, sepse po her ko pas po produsit vendor po sulmohen. Duhet me pas se na duhet ta ngrem një ekonomi, cilën e kemi ekonomi të besueshme. E kemi një agjenci të ushqimit dhe të veterinës që duhet t'i besojmë.
edhe duhet ta respektojmë, edhe duhet të respektojmë produsit vendor të gjithë, të tërë, edhe duhet së bashku ta ngrejmë ekonominë tonë. Jo na ta njollosin ca herë na tekët neve, edhe atëherë të thonë se Kish imazhin e kompanisë Po, me dhe për të lidh Ajda këtu, zotri Piraj, për të lidh këtu me këtë që pyetjen e Ajdës. Kemi parë reagimin në rrjetet sociale, natyrisht mbase njerëzit duke pasur këtë besimin e madh te kompania juaj, por edhe tek emri i juaj, pat shqetësime në rrjetet sociale. Pra sa mendoni që mund ta të ndikojnë në imazhin, le të themi sa do pak, nëse mund të jetë korrekt kështu. Unë nuk e di sa do të ketë ndikim. Normal që ky reagimi i Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës dhe sqarimi i situatës do të ketë ndikim pozitiv, edhe i falenderoj agjencinë që sot ka dalë me këtë deklaratë, kanë sqaruar komplet zinxhirin si ka qenë, edhe me ato, domethënë, bien poshtë të gjitha ato pretendimet që i kanë bërë. Unë ndoshta edhe do të ketë ndikim në imazhin e kompanisë, edhe në qarkullimin e kompanisë, por nuk e pam çfarë pa ngrinë, pa di kundrejt Veriu Info, edhe normal nëse ne të do të ka ndikime, ato do t'i kërkojmë të na kompenzohen nga Veriu Info. Pra, ju keni vendosur që të merrni masa ligjore. Pa tjetër nuk diskutohet, jemi duke përgatit padin, nuk po dona të bëjmë për nguti, po dona të bëjmë ngadalë, që mos ngutemi të bëjmë një padi reale, edhe të kërkojmë drejtën tonë, realisht nuk jemi ata që do të pretendojmë diçka që nuk është. Duke pas parasysh që ju keni kthy përgjigje edhe për portalin. Këtë përgjigje që po jepni sot në Kosova Live ka qenë edhe për portalin në fjalë, cili ka qenë portali i parë që ka raportuar. Ju lutem, pa tjetër do të procedojmë se s'ban. Nuk ban, pa tjetër do të drejtësia të vendoset në vend. Mirë, zotri Piraj, faleminderit për këtë inkuadrim. Natyrisht ishte i domosdoshëm për ta dëgjuar dhe versionin tuaj, lexuam edhe përgjigjen e agjencisë, pra munduam t'i përmbledhim të gjitha, kështu që faleminderit për këtë lidhje. Ju lutem, jeni të mirëseardhur.